mbajnë peng. Kanë ngritur një sistem perfekt, që funksionon në mënyrën më ekselente të mundshme, me këtë koordinatorin e nënveshëm dhe me këtë të mbidheshëm, ti qepin letra të çojnë atje, a disa në këta të grupeve kriminale kishte premtuar Gysi që do i lironte spa. Si nxjerrin ato? A disa ka premtuar? E kishte marrë përsipër. Ty do të heq akuzën, ty do të heq nga burgu, ty do të heq kërkimin. Si nxjerrin i kanë atje ata? Si nxjerrin? Pse si nxjerrin? Me kë e bënte Gysi këtë? Po me kë e bënte? Me këtë spaku. Po patjetër, mund të bënte. Anton. Kjo mbyll si më duk sikur u mbyll me një dozim të Belinda Ballogut të drejtësia, ashtu siç kërkonte Bashkimi Evropian. Në fakt, ajo që është e vërteta është komplet e kundërta. Edhe kur nisi, Edi Rama doli si garanti që do të mbronte drejtësinë. Por këtë bëri pasi e paraqiti drejtësinë, e ekspozoi drejtësinë si probleme më të madh shqiptarëve. Pra ajo që ndodhi sot me Ramën dhe me maxhorancën, me gjithë ndryshimet në qeveri, ishte krijimi i një gardi të fortë, një rreshtje të fortë, një ushtrie kundër drejtësisë. Dhe Rama donte të përgatiste opinionin publik vendaze të huaj që drejtësia, kështu siç është reforma, ka dështuar dhe ai duhet ta ribëjë nga e para, por duke qenë ky garant këtë herë që drejtësia do të jetë më e mirë dhe do të jetë ajo që duhet. Pra, sot kemi një shpallje lufte të pastër ndaj drejtësisë. Sot Rama ka nxjerr hapur çdo armë dhe ka sënguar radhët që po të shohësh ndryshimet, janë njerëz që janë vetëm njerëz besnik. Eliza Spiropari ishte armike e fundit. Ishte ajo që ose dështoi ose e nxiti Bashkimin Evropian, pra tradhtarja që e lejoi Bashkimin Evropian të vinte kushte qeverisë për imunitetin dhe për mosndryrjen nëpërmjet ndryshimeve të kodit të procedurës penale, ndërsa sot me Rama na tha që do ndryshojë jo vetëm kodin e procedurës penale, por mund të ndryshojë shumë më tepër se kaq, që tregullonte atë reformë drejtësi që u prish, që është shkatruar. Që ashtu siç na i shpjegoi ai, duke i më keq se ajo reformë drejtësi që ne përshkruanim dikur. Kështu që mendoj që ne nga sot do shikojmë një betejë të madhe për të zotit Rama me drejtësinë dhe me ata që e mbështesin drejtësinë. A do jetë kjo një betejë me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara, me opozitë, a do jetë dhe opozita, këtë nuk e dim se kush do jetë palët, por është e qartë që do të kemi një luftë të ngjashme me atë që ndodhi në Rumani dikur. Pra një parti e cila qeveris në mënyrë super të korruptuar, trashëgimtare e Partisë Punës, tamam si në Rumani, e Partisë Komuniste, që në momentin që e sheh veten të kërcënuar nga drejtësia, që u nis ta përdorte vetë, por në një moment i doli nga duart, fillon ta sulmoj, fillon të ndryshoj ligjet, fillon të përdor numrin në parlament për ta shkatruar atë dhe për ta kthyer në kontrollin e vet. Kjo është sot mesazhi. Ka qenë në zona fillon me vjen partia. Po, besoj që për ta marrë kontrollin. Drejtësia të jetë në ndryshme partia. Ky është mesazhi sot. Dhe mendoj që nëse Rama ja arrin këtë gjë, atëherë ne do të kemi përsëri një drejtësi që do i shërbejë vetëm Edi Ramës dhe nuk do e kërcënoj kur atë. Jo se kjo po kërcënon shumë, por të paktën deri para një viti apo i shërben edhe. Të paktën nga nëntori kemi parë që drejtësia diçka ka ndryshuar. Do të ndryshojë dhe vepra, do të futet edhe agitacion neni 55. Agitacion propaganda. E kanë ta? Bala. Ç'është shifja? Nëse quhet e kryer nëse ti e mendon dhe e ke folur një gjë. Çfarë do ta kryesh? Është fut si vepër penale edhe mendje kriminale. Po, mendimi kriminal. Pra në gjithë botën, po si e vërtetojnë mendimin kriminal? Në gjithë botën hetohet vepra penale. Ne hetojmë personin. Personin. Jo veprën. Jo veprën. Pra bota heton veprën penale, krimin. Ne hetojmë jo kriminalin. Ne kemi vendosur se ky është kriminali, e piketojmë, e rrethojmë dhe pastaj mundojmë të gjejmë çfarë vepre që ta dënojmë. Tani në rastin konkret, të jap rast, është konkret. Rasti i dënimit të kryebashkiakut Kuçit Safet Gjici. U dënua për atë që do jepte tenderin e qendrëve. E dha tenderin ai? Jo.
Ai thjesht i tha Granitit, Zvëndësit, meri kontaktet saj vajzës, i tha, që ajo të nisi projektin dhe ne të shikojmë tha a e miratojmë apo jo. Kaq, kjo u quajt e kryer e konsumuar si vepër penale. Pra, me ligji që kemi bërë, ta që kanë ngritur dorën 140 burrë atje. Pra, sot nuk ka nevojë ta kryesh një vepër penale. 140 byra. Po të kesh mendimin kriminal e hëngre. Daç bëje, biles më mirë bëje që ta hash tamam, sepse po e ke si mendim dhe se ke bërë quhet e kryer. Dhe sot kjo është një pjesë e mirë si vepër penale, po ta shikosh tek çështja sepse njerëzit nuk e dinë çfarë ndodh atje brenda. Ora ta vjet një herë në kamër atje brenda, të shikosh në seancë, nuk do shikohet, nuk do ngelet më spektakël kështu në Shqipëri. Jo, fakti që për njerëzit publik, seancat nuk bëhen publike, kjo tregon pa aftësi dhe legendlik të hetimit dhe të atyre që qytetarët nuk bëhet më. Por për qytetarët fund foj duhet rrush privatësinë, por një zyrtar që paguhet nga taksat e mia, un kam detyrim që të shkoj në gjyq ta shoh valla. Jo, nuk ka nevojë ta shohësh në gjyq, sepse ai ta ka dhënë që në fazën e hetimit të gjitha materialet për personin, e ka bërë si fronti demokratik. Ka çun gazet. Po e ka çun një herë. Mund të shoh ta shoh